ceki gjithmonë sidomos kategorinë e trive. Ky është problemi, pse nuk e ka si pikë synim se si me arrit, me pas një arsimim të duhur, një jetë në përgjithësit komode, po vetëm luksi. Luksi gjithmonë, nëse ai mundet me ardhë dhe në mënyra shumë të shpejta dhe neve e dim. Luksi është dhe i damshëm. Shumë i damshëm. Për me mritë e pare me bo luks, me ata njerëz cilët kanë një luks të tepërt, edhe nëse e kanë, nuk janë njerëzit më të lumtur, nuk janë njerëzit më të përmbushur. Përkundrazi, luksi nuk është ajo që plotson ty. Janë në përgjithësi faktorët i shpjegova ato të cilët vërtet e kemi të nevojshme si qenie humane. Prandaj duke i lënë anash çdo faktor tjerë, neve vërtet kemi probleme të shëndetit mendor si shoqëni. Jashtëzakonisht shumë të theksume. Për shkak të mungesës së përmbushjes edhe mundohemi në mënyrë të gabume me gjetë përmbushjen tek luksi, edhe jemi në gjendje si shoqëni me çfarë do çmimi me arrit atë luks. Që do të thotë tuj zhvlerësu veten ose tuj zhvlerësu edhe normat shoqënore.